Allahu Xhellahu Ala në ka treguar se fakti se Isai është pa baba nuk paraqet provë të fuqishme se ai është Zot, nga se në Kur'an ka edhe raste tjera të cilat madje janë më të fuqishme në kuptimin e asaj se si është manifestuar fuqia e Allahut te bareke ve teala. Për shembull, Isa alayhis salam nuk ka baba, po? Ademi alayhis salam kënë ka bab? A ka baba Ademi alayhis salam? Allahu ka thonë: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab. Ju që po pretendoni se Isai është Zot, dijeni se shembulli i tij nuk është ndryshe nga shembulli i Ademit, khalaqahu min turab, i cili s'ka as bab as non. Allahu Xhellahu Ala e ka krijuar nga dheu. Prandaj, nëse ky që është njeriu i parë nuk ka bab, nuk ka non, nuk quhet Zot, me çfarë logjike po e quhen Isai Zot? Pra, fuqia e madhe të Allah është manifestuar më shumë në rastin e krijimit të Ademit alayhis salam se sa të Isait, prandaj si po e quheni Zot. Pra nuk ka shpjegim. Po kështu, sa i përket çështjes së shpirtit, a nënkupton se Isai është shpirt i Zotit? Absolutisht jo. Në fakt, Isai nga kjo perspektivë nuk dallon nga asnjëri prej nesh. Për arsye se kur Allahu Xhellahu Ala e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe hoxha i lexoj disa prej ajeteve që kanë bënë me Ademin alayhis salam, a thon: "Fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kur unë t'i jap formë Ademit, t'i jap trajt Ademit, edhe ta frymzoj, ta vendosi shpirtin në të, faqa'u lahu sajidin, ju birni në sejdë për Ademin alayhis salam. Pra qysh ka thonë për Isain alayhis salam që është shpirt, po kështu po thot për Ademin alayhis salam, dhe interpretimi është se është shpirt i krijuar prej Allahut Xhellahu Ala, qysh është shpirti im, shpirti yt dhe shpirti i të gjithë.